Besoj se I takon personave që I kanë këto ide, që I kanë këto mendime, të gjenë rrugën që këto mendime të bëhen jo vetëm të përqafohen nga shumica e antarëve të partisë dhe më pas të qytetarëve shqiptar, por ato dhe më pas të zbatojnë në përfundim në vendin tonë. Edhe sa do të vazhdosh ta bësh ti? Po për sa kohë kjo të më bëj të lumtur, unë mendoj se njeriu në jetë faktikisht ndjek atë që e bën të lumtur, interesin individual do thoja në konceptin e kërkimit të lumturisë. Unë do e bëj për aq kohë sa kjo më bën të lumtur, më bën të ndihem I dobishëm, sepse problemi në Shqipëri shihet sikur dorëheqja është atë përfundimtar dhe hika. Jo, dorëheqja është përfundimi I një etape për hapjen e një etape tjetër. A ishe ti një rast I izoluar brenda departamenteve të tjera në Partinë Demokratike, apo frymëzove edhe të tjerë? Për momentin nuk janë frymëzuar shumë, por një akt mund të frymëzohen më vonë. Okej, më duket mua apo ke një droj ta thuash fjalën kritik nga frika se mund të sulmojnë? Prej kur ti nga sulmet që mund të kesh pasur edhe brenda e partisë? Nëse dikush bën një kritik, nuk merret me njëri me arsyetimin logjik, por merret me qëllimin që e vjen si një qëllim sulmues. Mendon se janë 3 nga arsyet kryesore që Partia Demokratike nuk I fitoi zgjedhjet në 2025. Nuk mjafton të duam të jemi kundër Edi Ramës, do të jemi bashkë për një projekt për Shqipërinë, për një projekt që na bën bashkë përtej, sepse ka dhe një rrezik shumë të madh që në momentin që emëruesi I përbashkët zhduket, ne dështojmë në qeverisjen. Ti e kontrollon agjendën apo e ndjen nga pas atë që mund ta konsiderojmë si filozofia e veprimit dhe reagimit? A ka kapacitet Partia e sotme demokratike për dal nga ky kurth? Kapacitetin e ka, por nuk e ka ndërgjegjen për kurthin në cilin është fut në këtë aspekt. Në Shqipëri mungojnë trupat e ndërmjetëm, në OJF-t, sindikatat nuk e luajnë rolin e tyre dhe si parti e parë opozitare, sepse është e çuditshme që vetëm PD, Partisë Demokratike I kërkohet kjo, I kërkohet një angazhim I gjithanshëm reagues ndaj çdo gjëje që ndodh. A mendon ti se ka krizë politike në Shqipëri sot? Kriza politike është shoqërore, është e vlerave morale, është e ndërtimit të shtetit, është e kuptimit të ekonomisë. Pra kriza është e tillë që prek të shumë shtresa, por neve jemi kaq të përqendruar tek një person, saqë kjo është në përfundim kriza e krizave. Pse ti s'ke fituar për konkursin për gjermanisht e gjudohuja? Edhe si dote që të kaloja gjermanisht, o nuk e kalova atë provim dhe më mend që ishte një për herave të parë ku I vite shumë turp nga mu. Edhe ishte edhe një ballafaqim edhe sot mund ta them me krenarisë, unë I thash po mirë më fut mik që të futem aty dhe më tha që kur nuk do të bëte gjë tillë që të justifikonte pa aftësinë time dhe si pasojë nuk shkova ke gjimnazi Gjuvetuja, shkova në një gjimnaz tjetër. Mirë erdhët në Ilvatare Talks. Sot kam një bisedë me një zë të ri në politikën shqiptare, një profil që nuk vjen thjesht me ambicie, por edhe me një qasje të artikuluar, të kulturuar, me argument dhe me një manifest për politikë që nuk është vetëm ndryshe, por I ngjan standardeve të demokracive të zhvilluara. Andi Mustafaj, antar I Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ishte drejtuesi I fushatës së PD-s në zgjedhjet e majit 2025 dhe ish drejtuesi I departamentit të Brain Gain në Partinë Demokratike. I shkolluar në ENA, École Nationale d'Administration, një nga institucionet më elitare dhe ultraselektive që ka promuar president të Francës, jurist në profesion, vjen me një përzierje të pazakont, të rrallë do thoya për Shqipërinë, dije, praktik dhe një ndjesi-përgjegjësie që në politikën shqiptare nuk e has shpesh. Njëri që e sheh politikën si detyrim, jo privilegj, si një përgjegjësi, madje edhe me kosto personale, por pyetja që dua të shtroj sot me të është e thjeshtë, a ka ardhur koha dhe dita që më në fund, pas 3 dekadash e gjysmë, ku në Shqipëri zërat e logjikshëm me argument janë sulmuar, janë atemuar dhe larguar padrejtisht nga vendi, më në fund shqiptarët I zgjedhin si model që duan t'i votojnë? Mirë se erdhe Andi, ti si mendon, ka ardhur koha? Faleminderit për ftesën. Faleminderit për fjalët e mira, vetëm nëse mundem një saksim, kam qenë zëdhënës I fushatës dhe jo drejtues I fushatës. Okay. Kam marrë me pjesën e deklaratave publike dhe të qasjes së vijës strategjike të partisë. Po të kishe qenë ti drejtues, ndoshta do kishte pasur rezultat tjetër. Faleminderit. Unë mendoj se në politikën shqiptare ka hapësira dhe ka pasur hapësira për mendimet konstruktive. Ju e thatë vetë që ka pasur shumë, shpesh janë larguar, por që është e vërteta edhe shpesh nuk janë larguar dhe si e tillë I takon personave që unë nuk jam në përgjithësi I qasjes të defetiste dhe viktimizuese, besoj se I takon personave që I kanë këto ide, që I kanë këto mendime,
të gjejnë rrugën që këto mendime të bëhen jo vetëm të përqafohen nga shumica e anëtarëve të partisë dhe më pas të qytetarëve shqiptar, por ato dhe më pas të zbatojnë në përfundim në vendin tonë. Që mendoj që hapësirë ka janë të vogla, sigurisht, për shkak të polarizimit dhe çështjeve që ndoshta do i diskutojmë në vazhdim të kësaj biseda, por na takon neve që ta gjejmë rrugën që ato të zbatojnë. E drejt, më pëlqen prap kjo qasja jote, e kthjellën. Po a je ti gati të përballesh me sistemin e votës, qoftë në partinë tënde, në Partinë Demokratike, apo dhe në nivel kombëtar apo lokal në zgjedhjet në Shqipëri? Unë jam ballafaqur disa herë, ballafaqur në Këshillin Kombëtar me votën që është gjithsesi një koncept ndryshe i votës në rang të militantëve për zgjedhjen e Këshillit Kombëtar. Më pas në zgjedhjen e si drejtues të departamentit Beringen, që ishte një risi ardhur nga procesi i themelimit dhe së fundmi edhe në procesin e primarëve të Partisë Demokratike, pra deri më sot unë jam ballafaqur brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe një ditë shpresoj sigurisht ambicia dhe dëshira për të bërë politikë është gjithmonë për të shkuar më tutje atje ku vendimet mund të merren dhe të kenë pasoja për jetën e qytetarëve shqiptar, të ballafaqohemi edhe me votën e qytetarëve shqiptar. Ti the që ke drejtuar për gati 3 vjet Brengenin, dhe dorëheqjen si pak përsëri një gest që nuk njihet shumë në vendin tonë. A mendon se dhe një kontribut dhe ndërtove një bërtham të rëndësishme aty brenda Partisë Demokratike që ka një zë në vendimarrjen dhe politikë bërjen në PD? Unë mendoj se në departamentin Brengen ne provuam diçka në një nivel mikro, të vogël sigurisht, se nuk duhet të mendojmë sikur kemi revolucionar çdo gjë, por mendoj se simbolet kanë një rëndësi shumë të madhe dhe ne vërtetuam që gjërat mund të bëhen edhe ndryshe në Shqipëri. Shpesh dëgjojmë të idenë se nuk bëhet asnjë gjë, nuk bëhet asnjë gjë ndryshe, çdo gjë është një lloj, dhe ne treguam që një rrugë për t'i bërë gjëra ndryshe ekziston. Edhe një herë në nivel mikro, por kjo rëndësi ka që ekziston si shembull dhe duhet të mendojmë se si mund të ta shumëzojmë më pas këtë shembull në mënyrë të përgjithshme. Departamenti Brengen ishte vetëm një për 27 departamenteve të Partisë Demokratike dhe vinte si strukturë administrative, edhe në këtë duhet absolutisht që të studiohet si mikrokozm. Jam munduar të bëj disa artikuj mbi eksperiencën tonë të përbashkët, sepse veçantia ishte se jetonim të gjithë jashtë Shqipërisë, se si mund të bëheshim bashkë neve shqiptarë jashtë Shqipërisë që të punonim drejt Partisë Demokratike në Shqipëri, por jam i bindur se është një model që mund të shumëzohet dhe të përhapet më gjë në politikën shqiptare. Vazhdon si departament? Apo me ikjen tënde kërkon një lider? Atëherë, ideja, falenderoj që më jepet mundësia, se faktikisht nuk jam shprehur asnjëherë publikisht në lidhje me këtë. Unë vi nga shkolla e administratës publike, ju e përmendët, studimet e mia pikëparë kanë qenë 5 vite për juridik në të drejtën administrative, drejtën publike, dhe më pas kam bërë shkollën kombëtare të administratës franceze, që është një post graduate 2 vjeçare në Francë. Edhe shkolla e administratës neve në Francë na ka mësuar që një post administrativ, edhe këtu e ndaj postin administrativ nga i politik, posti administrativ rreth 3 vite ke dhënë atë çfarë mund t'japësh në atë post të zbatueshmëri, sepse posti administrativ është një post zbatues, më falni, dhe unë konsideroj edhe këtë deklaratë kam dhënë tek departamenti Brengen që do jepja dorëheqjen që para daljes së listave të deputetëve në mënyrë që unë ta ndaja komplet këtë vendimarrje nga emri apo nga qenia ose mos qenia ime në listat për deputet, por që të jepnim vërtet shembullin që në një strukturë administrative partijake në 3 vite ke dhënë atë që mund t'japësh dhe duke krijuar, duke liruar vendin, sepse nuk është dorëheqja akt, sepse problemi në Shqipëri shihet sikur dorëheqja është akt përfundimtar dhe hika. Jo, dorëheqja është përfundimi i një etape për hapjen e një etape tjetër. Dhe nëse ne krijojmë 27 departamente, por edhe struktura të tjera të PD-s, rotacione të shpeshta, mundsojmë që edhe individët të marrin eksperiencë, të mësojnë nga struktura të ndryshme dhe të jenë të gatshëm nesër për të drejtuar vendin, sepse mos harrojmë që në përfundim politika këtë kërkon, të vendojë një post drejtues ku do menaxhosh burra dhe gra në mënyrë që të zbatojnë e implementojnë politika publike. Jam sërish shumë dakord me qasjen tënde, po a ishe ti një rast i izoluar brenda departamenteve të tjera në Partinë Demokratike, apo frymëzove edhe të tjerë? Për momentin nuk janë frymëzuar shumë, por një akt mund të frymëzohen më vonë. Akti ekziston, qëndron aty, po dhe unë e kam ndarë. Problemi është se në perceptimin që ka njerëzit nuk e bëjnë sepse ndihen edhe të sulmuar në idenë që në Shqipëri po t'japësh dorëheqjen shihet si një rast si pranimi të ndonjë faji të çfarëdolojshëm, dhe kjo është një qasje psikologjike që duhet të ndryshojë në politikë bërjen. Ka poste shumë në një familje politike, por kjo më ka ndihmuar edhe që të shtyr një filozofi që e kam quajtur filozofinë e hapësirave, që ne të ndalim nga ky mendim burokratik sikur vetëm posti të bën të bësh politik,
Ç'është e vërteta, Ilva, kur janë opozit, posti nuk ka ndonjë vlerë të madhe brenda partisë, sepse ka garanci se ti çfarë bën në mënyrë të përditshme, mund mos kesh as edhe një post, po të kesh një prodhimtari shumë të madhe politike që nesër të sjell gjën e vetme që garanci që është aprovimi dhe mbështetja popullore. Madje kontributi mund të jepet edhe pa post, tipo e bën ende në fakt, përmes një manifesti që ke publikuar. Dhe ke tërhequr vëmendjen e disave, besoj të një pjese jo thjesht gri, se kam probleme me këto kategorizime, veçanërisht së fundmi, kur dhe unë jam maturuar pak më shumë, pa pasur enën tënde, po nuk di pse ti s'ke fituar për konkursin për gjermanisht e gjuhë huaja. Po nuk e fitova provimin. Si ti se ke marrë provimin? Kjo është të mori frëngjisht atje. Dhe nuk mësoj se ka qenë aq i vështirë. Ti më duket shumë i përgatitur që të mos apo ka qenë gjermanishtja problemi. Nuk e di, ka qenë një etapë interesante se unë nuk e mora provimin e gjuhëve të huaja për bavi dote që paktën një nga dy djemtë e tij bënte gjuhë të huaja sepse ai e kishte bërë gjimnazin e gjuhëve të huaja në Shqipëri, ai e kishte bërë për frëngjisht dhe nuk donte që unë ta bëja për frëngjisht, se sigurisht dija të flisja për shkak të viteve që kishim kaluar në Francë. Edhe si dote që të kaloja gjermanisht, unë nuk e kalova atë provim dhe maj mend që ishte një për herave të parë ku i vite shumë turp nga mu, edhe ishte edhe një ballafaqim edhe sot mund ta them me krenarisë, unë i thash po mirë më fut mik që të futem aty dhe më tha që kur nuk do e bëte i gjë tillë që të justifikonte pa aftësinë time dhe si pasojë nuk shkova ke gjimnazi gjuhëve tuaja, shkova në një gjimnaz tjetër. Asi e madhe, jo të siguroj. Për më tepër që në vitet që kam qenë unë ka qenë pak shumë sfidus si edukim. Megjithatë, kthehemi ndjes për devijimin, po më bëri përshtypje që një djalë kaq i formuar nuk ka arritur atë konkursin për gjermanishten. Thelbi im i pyetjes është ky, ti na tërhoqi vëmendjen me këtë manifest dhe mendoj një pjesë të shoqërisë në Shqipëri që nuk e gjen veten tek asnjë nga strukturat pothuajse personale politike që ekzistojnë në Shqipëri. Dhe janë të jetur për zëra të tillë si ky manifesti yt që në një farë mënyre është edhe një reflektim për mënyrën se si ti mendon zgjidhjet mundshme. Po ka disa që kanë lexuar edhe si një reflektim për humbjen e zgjedhjeve. Çfarë ishte në fakt? Ishte një si kritik për Partinë Demokratike apo ishte një ofertë e re për Partinë Demokratike dhe jo vetëm? Unë kam në përgjithësi pak vështirësi me fjalën kritik, sepse në përkufizimin që jepet, unë jam djalë shkrimtari, fëmijë shkrimtari dhe besoj çdo herë mundoj të përkufizoj fjalët që gjithë kemi të njëjtin kuptim të asaj çfarë përdorim si fjalë. Fjala kritik në Shqipëri është shumë negative. Edhe si e tillë tentoj ta shmang sepse krijon keq kuptime ku njerëzit vendosen më një herë në mbrojtje dhe ti aty bëhet nëpërmjet një pasioni të madh pamundson edhe debatin edhe arsyetimin. Analiza e pamundson komplet sepse njerëzit bien të shenjtuar ndërkohë që debate kemi në familje, debate kena me prindrit tanë, me njerëzit e dashur, me shok, nuk ka shqyr që ka debate. Shqyr Blaise Sancez e kanë këtë konceptin e kritikës konstruktive, kanë në thelb të identitetit tyre dhe është diçka nga e cila unë jam frymëzuar në jetën time personale, por edhe politike. Mbas zgjedhjeve, mbas 19 majit, Partia Demokratike zgjodhi që të përqendrojë tek dokumentimi i farsës zgjedhore dhe kjo është sigurisht një vendim politik dhe është drejta një partie ta bëjë një gjë tillë. Unë kam menduar gjithmonë që një parti politike nuk do të bëjë vetëm një gjë njëkohësisht, por në atë moment partia në vendimarrjen e saj politike e cilësoi si prioritetin absolut dhe shumica që e ka bërë sepse është një dokument që do i shërbejë një ditë historisë. Por në këtë kuadër njeriu do të gjejë vendin e vet, se ku ndihet më i dobishëm, se ku mund të kontribuojë. Dhe kishte mjaftueshëm njerëz që merreshin me dokumentimin e farsës zgjedhore dhe unë si pasoj fillova të hapja pak artikuj që unë kam shkruar gjithmonë dhe më fillova të mblidha artikuj që kisha bërë gjatë 10 viteve të fundit për të parë edhe në mënyrë personale nëse kisha një koherencë në vijën time të mendimit, por edhe ndoshta për të sjellë një dokument pak më të formalizuar me eksperiencat e ndryshme që kisha të fundit që kisha me zgjedhjet për vendin tonë. Dhe në këtë drejtim unë vi me një kritik, që pse mund të quajë kështu, por kritik që sjell propozime, sepse edhe në jetën time profesionale sa herë që shkoja ke shefat e mi me ndonjë mendim, më thonin mos më sjell asnjë problem pas zgjidhjen që ka bërë. Në këtë drejtim unë shihet si një kritik konstruktive me propozime jo vetëm për Partinë Demokratike, sepse ka dhe analiza që mendoj lidhen edhe me shoqërinë shqiptare, edhe me veten tonë, ndoshta me pjesën më të vështirë që kemi ne si popull sot që të shohim rolin ton politik si shoqëri dhe të ballafaqohemi pak më pasqyr me veten tonë dhe më pas jap mendimet e mia, propozimet e mia drejt opozitës, sepse sigurisht angazhimi im është brenda një partie politike dhe si tillë unë nuk jam sociolog që të jap mendime për gjithë shoqërinë shqiptare, por mundoj të jap mendime politike për organizimin e partisë në cilën bëj pjesë. Okej, më duket mua apo ke një
ndroi ta thuash fjalën kritik nga frika se mund të sulmojnë? Prekur ti nga sulmet që mund të kesh pasur edhe brenda partisë? Jo, nuk jam prekur të drejtën, nuk është se kam frikë. Frika kam që të zhvendoset, kam frikë që të zhvendoset vëmendja nga aty ku duhet. Në qoftë se vim me një kritik, kjo është një pasojë, unë jam i bindur se kjo është një pasojë nga sistemi komunist me autokritikën e famshme, ku fjala kritik lidhet me një sulm ndaj vetes dhe shoqëria që shteti të bënte. Dhe akoma sot e vuajmë këtë fjalë. Por nuk është frikë, është shqetësim që debati mos bëhet aty ku duhet bërë. Në qoftë se dikush bën një kritik, nuk merret me njëri me arsyetimin logjik, por merret me qëllimin që e vjen si një qëllim sulmues, ndërkohë që ne gjithë duhet bëhemi bashkë drejt temës që trajtohet. Dhe ju, jam mirënjohës që ju keni lexuar dhe keni kuptuar pikërisht sepse është diçka mund ndërlikuar si një kritik. Ke drejt, ashtu është, sepse merret pastaj me individin për më tepër që po bën guxon të bëjë këtë kritikën dhe asnjëri nuk merret me thelbin dhe çfarë propozohet në të vërtetë. Okej, në analizën tënde tani ke kohë mjaftueshëm, kemi dhe distancë, mund të bësh analizë, nuk po e quaj kritik, që ti je ti më i qetë. Mendon se janë 3 nga arsyet kryesore që Partia Demokratike nuk i fitoi zgjedhjet në 2025-ën. Ishte strategjia e komunikimit, ishte leadershipi, ishte ekipi. Nuk i ka humbur, nuk është se nuk i ka vetëm fituar Partia Demokratike, mendoj se i ka humbur Shqipëria përgjithësi zgjedhjet dhe Partia Demokratike si drejtuesi i bllokut më të madh opozitar, së bashku me të i ka humbur këto zgjedhje. Unë mendoj se në Shqipëri neve polarizimi i politikës, pasionet që kanë krijuar ndaj politikës, kanë bërë që ne kemi një keq kuptim të asaj që është ndërtuar. Unë mendoj se në Shqipëri është ndërtuar një sistem dhe këtë ke anatomia e regjimit tek manifesti në 10 pjesë kam treguar atë që quaj 2 themele dhe 8 baza që mbi të cilat është ndërtuar sistemi propagandistik, po sistemi i ndërtuar nga regjimi i rilindjes, dhe unë mendoj që ne kemi një keq kuptim, sikur mjafton të rrëzojmë një prej këtyre bazave, një prej këtyre elementeve që regjimi të bie. Regjimi është shumë kompleks në Shqipëri dhe vetëm kuptimi i kompleksitetit të vet mundson rrëzimin e tij. Neve në Shqipëri jemi dalluar në 2 pjesë mëdha për këtij polarizimi që thash, jemi bërë bashkë kundër Edi Ramës. Shumë, gjithë opozita shqiptare. Pra, ndjenja që na ka bërë bashkë në opozitë. Dhe aty ka diskutime, nëse janë bërë bashkë kundër apo janë bashkë, është diskutimi i hapur. Ajo është çështje tjetër. Unë për aq kohë sa kam qenë brenda, nuk e kam ndier këtë sikur ka pasur një bashkë. Unë kam parë njerëz që kanë punuar nga 7 mëngjesit deri në 12 darkës, kam ne 2 muaj rrugëve me njerëz që kanë punuar gashtë edhe një 7 mëngjes në darkës në gjithë qytetet e Shqipërisë kundër Edi Ramës, pra nuk e kam vënë re. Pastaj se çfarë kanë njerëzit në kokë, çfarë bëjnë aty ku nuk e di, kjo është çështje tjetër, mund të angazhohen vetëm për çfarë kam përjetuar dhe pa. Por po ta marrim edhe një aspektin e ndërtimit, ne jemi pra emëruesi i përbashkët që bën opozitën me njëri tjetrin, pa që ka bashkuar njerëzit me njëri tjetrin, është një emërues negativ. Edhe unë besoj se është një forcë e pamjaftueshme për të rrëzuar diçka, emocioni negativ. Nuk mjafton të duam të jemi kundër Edi Ramës, duhet të jemi bashkë për një projekt për Shqipërinë, për një projekt që na bën bashkë përtej, sepse ka dhe një rrezik shumë të madh që në momentin që emëruesi i përbashkët zhduket, ne dështojmë në qeverisjen, sepse nëse ne nuk jemi bashkë për diçka pozitive, ndërtuese, nuk ka asnjë mundësi që ne të qeverisim dhe ripërsërisim të njëjtat gabime, sepse edhe rilindja socialiste pa çka bërë sot, në momentin që ka ardhur, erdhi me një lloj shprese për një Shqipëri tjetër, cilën e zgënjeu shumë shpejt. Pra kishte një lloj dëshire pozitive në atë kohë që unë nuk po e shoh më tek një popull i cili është kaq i sulmuar nga këto pasione negative, nga këto skandal ma skandali, sa që e ka humbur pak edhe këtë bushllën, po edhe bot kuptimin e asaj e sistemit që është instaluar në Shqipëri. Mund të ma thuash me 2-3 fjali, jo shumë gjatë, pra sa mund të kemi dhe audiencën të përqendruar për ta kuptuar thelbin e manifestit tënd, këtë qasjen pozitive që ti thua, çfarë ofron? Unë besoj ke një shprehje e Mones, nëse mund ta them me një fjali, Monea thoshte asgjë nuk është e mundur pa njerëzit, por asgjë nuk është e qëndrueshme pa institucionet. Neve duhet në këtë manifest mundojmë të marrë këto 2 shtylla, që është institucioni dhe njerëzit, se si mund të ndërtojmë në diçka që të na mbijetoj neve, pra na mbijetoj trupit ton fizik, dhe kjo ka qenë një presida e mëdha e departamentit Brengen që kam drejtuar, kam thënë që nëse departamenti nuk vazhdon, është dështimi im si drejtues, sepse nuk e kam krijuar kushtet që ai të më mbijetoj mua, dhe më pas në qasjen filozofike dhe në qasjen politike që ne duhet kemi, se si mundet që të ndërtojmë diçka për Shqipërinë. To pak a shumë, po sigurisht me degëzime të shumta, po kjo është thelbi i kësaj qasje që duhet të sjell.
Dhe si mendon ti që mund ta përkthesh të thoja, po nuk është tamam përkthim, po si mund ta transferosh këtë ide nga një status ose disa statuse në rrjetet sociale në politikën reale? Atëherë, për mua, në gjithë mënyrën se si kam parë gjithmonë rrjetet sociale të mundsojnë dy etapa të jashtëzakonshme për të arritur ndryshim. Të mundson në radhë të parë krijimin e kuriozitetit tek njerëzve. Kurioziteti bën që ata të shohin, sigurisht është një etapë krejt fillestare, por që t'jep një lloj shikueshmërie. Kurioziteti kthehet në interes nëpërmjet qëndrueshmërisë që ti tregon. Pra jo vetëm një video apo një artikull, një ide, por një qëndrueshmëri, ky kuriozitet kthehet në interes, por deri këtu mund të arrijë rrjeti social. Më pas, ajo që duhet bërë është përqafimi i njerëzve, i ideve nga njerëzit, dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet krijimit të emocionit, dhe krijimi i emocionit është ajo dalja në terren pranë njerëzve, nëpërmjet realizimit, nëpërmjet simboleve që mund të kenë disa njerëz që i përqafojnë, i zbatojnë, dhe më pas ky emocion shpërndahet dhe e bën këtë idenë më në fund reale dhe të realizueshme. Unë nuk e kam arritur akoma këtë pjesën e emocionit të krijuar. Do investim ajo, nëse ndoqe fushatën e Peter Magjar në Budapest, ai ka 2 vjet që bënte deri në 90 takime në ditë. Nuk është ndalur, fshat në fshat, qytet në qytet, ka shpjeguar çfarë kishte dhe kjo euforia që shoh fakt në Ballkan për fitoren e tij nuk është aq rastësore, plus që ndryshojnë kontekstet, ndryshon kultura që kemi ne, ndryshon opozita që kemi ne apo dhe në vende të tjera të Ballkanit. Ti vetë si pe fitoren e tij? Po nuk pëlqen asnjëherë të krahasoj, se thatë shumë mirë që ka shumë ndryshime midis dy vendeve. Neve në Shqipëri vuajmë thellësisht në një kompleks inferioriteti ndaj të huajve, tentojmë të kapemi mbas shembujve të tyre sipas interesit tonë dhe e kam shpjeguar dhe në një pjesë të manifestit, kjo na ka bërë komplet dembel intelektual, na ka bërë të mendojmë sikur mund të riprodhojmë apo të kopjojmë apo të na zbatojnë modele që nuk janë tonat. Unë besoj dhe është një prej temave kryesore të manifestit është punojmë njërë me veten tonë me shqiptarët, kuptojmë ne se çfarë jemi, se ne jemi një popull shumë i veçantë, jemi komplet në mes të perëndimit dhe lindjes, jemi një popull me histori krejt të veçantë për sa i përket shtetformimit nëpërmjet Perandorisë Osmane dhe komunizmit, dhe ne duhet mendojmë për veten tonë. Edhe duke parë shumë gjithkohës jashtë, ne harrojmë të shohim veten tonë dhe harrojmë të përgatisim veten për sfidat e shqiptarëve, por merremi me sfidat e tjerë. Ti dhe shumë mirë të shtetformimit, po e kemi formuar ndonjëherë shtetin apo jemi ende në fazën e përpjekjeve? Ka pasur përpjekje të ndryshme, në momente të ndryshme ka pasur, në kohën e mbretërinë apo dhe në kohën e postkomunizmit, por nuk kemi arritur asnjëherë të arrijmë në identifikimin e asaj që është shteti për ne. Neve nuk e respektojmë shtetin. Kjo është e vërteta në Shqipëri, ku në përgjithësi njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë është shteti, administrata shtetërore, se në çfarë fuqie kanë ato mbi te dhe çfarë detyrimesh ka administrata ndaj tyre. Dhe kjo është një dështim kolektiv i gjithëve, jo vetëm i politikës, por edhe i prindërve në edukimin e fëmijëve, i institucioneve të ndryshme, i trupave ndërmjetëm, ne nuk e kemi arritur ta krijojmë. Dhe unë besoj se faza e parë që duhet ishte e shtetformimit është të kuptojmë që neve në Shqipëri nuk duhet të transpozojmë, të përkthejmë institucione të vendeve tjera, sepse thjesht nuk i zbatojnë kulturës tonë, dhe duhet mendojmë të gjithë së bashku, mendimtarët më të mirë shqiptar, se cilat janë institucionet që na ngjajnë neve dhe që mund të kenë një zbatim në vendin tonë. Ke marrë ti shumë përkrahje nga statuset që bën, e ndjen veten që po rezonon, po lidhesh me një pjesë të publikut? Jo, shpesh, se unë bisedoj në punën që unë bëjmë, bisedoj shumë me kryetarin e Partisë Demokratike, shumë propozime ja bëj në mënyrë direkte, shumë propozime i bisedoj me te, shumë propozime i bëj në strukturat e Partisë Demokratike, në ku jam pjesë dhe ku mund të bëj. Tani shpesh disa zbatohen, se sa zbatohen për shkak se janë frymëzimi im apo sa janë frymëzimi tjerëve, kjo është shumë e vështirë për t'u thënë, është edhe një parimi i drejtuesve në falë që përvetsojnë idetë dhe më pas duke i bërë të tyre bëjnë më të bindshme. Unë shoh disa zbatime të tyre, të pamjaftueshme në numër sigurisht, sepse njëri që shkruan një ide shpreson që të gjitha të zbatohen, por shoh që ka debate, ka mendime, kam pas bërë për shembull disa artikuj mbi filozofinë e hapësirave që kam parë që edhe drejtues lart Partisë Demokratike kanë reaguar dhe më kanë shkruar, kam bërë mbi sistemin zgjedhor, cilin më mendoj se është një gërë shumë i madh dhe një kurs i opozitës, edhe ajo ka shkaktuar shumë debate, dhe këto debate janë gjithmonë mirë pritur. Për sa kohë dikush bisedon në termin e debate dhe ideve, i bën mirë vendin tonë, sado të jetë kundër meje, dhe unë këtë e shtyr gjithmonë në bisedat që mund të kem. Dhe mendoj ka impakt edhe kush e zbaton idenë,
Se nëse janë të njëjtët njerëz që kanë mbi 30 vjet në të njëjtat struktura, është pak e vështirë që të jenë suksesshëm në transferimin e një ideje që e ke dhënë ti tek publiku. Rëndësi ka të zbatohet ideja. Të shqetëson. Nuk më shqetëson sepse në politik mund të kesh 30 vjet, po të kesh 30 vite të ku të sjell diçka grupimit. Unë në idetë e mia jam munduar të zhvilloj atë që quaj lidhja midis brezave, folëm për rëndësinë e modelit ton shqiptar. Në modelin ton të vjetër dhe të rinj shkojnë bashkë dorë për dorë. Nuk kemi ne për shembull si disa kultura që të rinjt vinë dhe duhet t'i heqin të vjetrit. Në edukatën time ka qenë gjithmonë që i riu ose e reja duhet të ketë një vend dhe i vjetri dhe i vjetra duhet të kenë një vend. Dhe vetëm duke punuar gjithë bashkë fatikisht e kryejmë, sepse sado që unë mund të kem vlerësim po themi të lartë për veten time, for the sake of the argument, nuk e kam eksperiencën që mund të ketë dikush që është ballafaquar me krimin e organizuar, që është ballafaquar me kriza botërore dhe ne plotësojmë njëri tjetrin. Nuk kemi nevojë të kemi kaq shumë konflikte artificiale. Unë nuk jam as më i mirë, as më i keq si dikush, unë sjell diçka ke një ekip, që është ekipi i partisë time, dikush sjell diçka tjetër. Por nëse ne krijojmë kushte që të gjithë punojmë së bashku, atëherë krijojmë dinamizmat e nevojshëm. Por nëse ne vim dhe themi duhet i heqim të vjetrin, sigurisht të vjetrit do rezistojnë. Sigurisht do krijohen konflikte artificiale, sidomos sigurisht do krijojnë to thyrje, faktikisht ne duhet të shoqërojmë shoqërinë, por vetëm sa ta shoqërojmë e thyejmë atë. Po pikërisht për të rikthyer argumentit tënd të meritokracisë, të qarkullimit të elitave, edhe të ideve bashk, kanë nevojë për records, për rezultate, në mënyrë që kanë një arsye pse janë aty për kaq vite. Absolutisht jam dakord që mund të jenë 30 vjet edhe 40, po të kishin qenë të suksesshëm dhe të jenë ende të suksesshëm, po kur politikat dhe mënyrën se si ato po veprojnë nuk rezonojnë me publikun dhe nuk votohen, si thua ti, të vazhdojnë të jenë aty? Neve me meritokracinë kemi një problem që rikthehet me përkufizimin që kishim për kritikën. Nuk mund të kemi meritokraci përsa ku nuk kemi një sistem të vlerësimit të çfarë sjell meritën. Meritokracia në vendin tonë llogaritet në bazën e besnikërisë që tregon, në bazën e intensitetit që tregon në përqafimin e një kauze. Pra në këtë kontekst ka meritokraci. Por meritokraci që është e gabuar, sepse është meritokraci që duhet të zbatohet në marrëdhëniet familjare dhe shoqërore, por që neve e kemi ekstrapolu, e kemi zgjeruar deri tek politika. Pra neve në politika akoma sot nuk e kemi vendosur listën e gjërave që e vlerësojnë meritokracinë. Nuk është meritokraci siç duhet të jetë, por është një lloj e meritokracie. Dhe kjo lloj meritokracie pengon qarkullimin e elitave, sepse pengon zëvendësimin e njerëzve me njerëz që pasurojnë, që ndryshojnë veprimtarinë dhe qasjen politike. Dhe meritokracia në mendimin tim, më thuaj ti si e gjykon, po është garë. Është garë idesh, është garë dijesh, është garë fuqie që ti ke për të lidhur me njerëzit, për të kuptuar ata, për të sjellë diçka ndryshe. Për ndryshe, çfarë është meritokracia? Meritokracia është që ti je më i mirë se unë në fund ditës, apo jo? Po dhe në politik këtë jesh më i mirë se dikush, do thotë të tërheqësh më shumë mbështetje popullore dhe më shumë vota. Dhe për sa kohë që neve nuk do e vendosim këtë koncept që mund të jesh njeriu më besnik, nuk do shkojnë ne kemi pasur të qasje dhe në zgjedhje dhe unë e kam has vërtet në zgjedhjet përprimare ku njerëzit thonin po mos e kam premtuar votën dikujt apo i kam borx dikujt apo e kam mik dikë, që këto janë koncepte thellësisht të gabuara të meritokracisë, asaj se ti do votosh dikë që mendon që do të bëjë të fiton dhe duke fituar ti si përfaqësues i tij, ai do sjellësh politika publike që do e ndihmojnë atë në jetën e vet. Prandaj kjo koncepti i gabuar i meritokracisë ka prodhuar këto thyerje të gjithë konceptit dhe sistemit të përfaqësimit të politikë në Shqipëri. E drejtë, unë e thash në hyrje që me sa ndoqa dhe analizova pak profilin tënd përpara kësaj bisede, ti je si përgjegjësi dhe për këtë ka dhe kosto personale. Kosto personale ndonjëherë dhe të mirëfillta, edhe financiare, qoftë edhe ndarja e kohës midis Shqipërisë dhe Francës, askush nuk kontribuon për këtë. Je ti që e ke marrë përsipër. Edhe sa do ta vazhdosh ta bësh këtë? Po, për sa kohë kjo të më bëj të lumtur, unë mendoj se njeriu në jetë faktikisht ndjek atë që e bën të lumtur, interesin individual do thoja në konceptin e kërkimit të lumturisë. Unë do e bëj për aq kohë sa kjo më bën të lumtur, më bën të ndihem i dobishëm. Gjithë më pyesin sepse enan 4 nga 6 presidentat e fundit të Francës kanë dalë nga shkolla ku kam qenë pjesë, dhe ishte shumë e thjeshtë për mua angazhimin politikën franceze, por ndjenja e dobisë është krejt të ndryshe. Ndjenja e dobisë që kam pavarësisht vështirësive që duke munduar për Shqipërinë edhe nëpërmjet mënyrës sime modeste sigurisht, është shumë herë më e madhe se sa ajo që do ishte
e marrjes pjesë në Francë, kështu që shpresoj ta kem energjinë për ta vazhduar akoma shumë gjatë edhe të ndjenjën e nuk më pëlqen ai koncepti, i keni parasysh shumë njerëz thonë sa kam sakrifikuar unë apo çfarë dhe sikur presin diçka krejt materiale në këmbim, ndërkohë që duhet të jetë diçka njëherë personale dhe bëhet sepse të përmbush shpirtërisht dhe ke shpresën se do ndryshosh gjërat më vonë në vendin tonë. Te kjo dobia për t'i Dobia, ndjenja e dobisë. Kontribuar për të dhënë diçka për vendin. Po në rrjetet tua sociale pash një komunikim tënd ku thoje të jesh prijes apo ndjekës. Kjo është çështja. Pra ti e kontrollon agjendën apo e ndjek nga pas atë që mund ta konsiderojmë si filozofia e veprimit dhe reagimit. A ka kapacitet partia e sotme demokratike për dalë nga ky kurth? Kapacitetin e ka, por nuk e ka ndërgjegjen për kurthin në cilin është fut në këtë aspekt. Në Shqipëri mungojnë trupat e ndërmjetëm, në OJF-t, sindikatat nuk e luajnë rolin e tyre dhe si parti e parë opozitare, sepse është e çuditshme që vetëm PD, Partisë Demokratike i kërkohet kjo, i kërkohet një angazhim i gjithanshëm reagues ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe në momentin e parë që ti nuk reagon, je sfiqitur. Në këtë kuptim është kurthi i parë, sepse është e pamundur reagimi për çdo gjë. Dhe kurthi i dytë është duke reaguar për çdo gjë ti bëhesh krejt ndjekës, siç e thatë shumë mirë, të agjendës që të imponohet nga të tjerë. Ndërkohë që ne si opozitë duhet jemi drejtues të ritmit, duhet ta sjellim ne kundërshtarin, sepse kundërshtari është faktikisht në akuzë, në kuptimin që ai ka përgjegjësi shtetërore, ai ka mundësinë për të vepruar dhe për të ndryshuar jetën e njerëzve. Dhe ne për sa kohë si Parti Demokratike ju më pyetët për idetë që janë apo jo të përqafuara nga Partia Demokratike, kjo është një ide që nuk është akoma e përqafuar, që unë shpresoj që të rritet ndërgjegjësia ndaj kësaj dhe le të pranojmë që jo çdo betejë që na hedh, çdo karem që hedh kryeministri duhet kapur, po duhet diktuar ritmi, duhet për shembull që 3-4 muaj parë të ketë përmbledhje të strukturave drejtuese, të themi që këto 3 muaj këto do jenë temat që ne do trajtojmë dhe jo ne të pësojmë që sa shohim një lajm apo sa bëhet një denoncim, shkojmë të gjithë dhe merremi me këtë. Se kjo sjell dhe diçka tjetër, sjell përqendrimin e burimeve njerëzore. Duke i kërkuar, duke vlerësuar performancën, meritën tek aftësia për të reaguar, të gjithë reagojnë për të njëjtën gjë. Dhe pra le përsërisim rolin që dikush tjetër mund ta bëjë shumë mirë. Dhe pra mbysim burimet njerëzore të partisë. Andi, a mendon ti se ka krizë politike në Shqipëri sot? Dhe nëse po, ku është kriza? Tek liderët, tek sistemi, apo tek kultura e votuesve? Po, do thoja pa nga të gjitha, por kriza më e madhe qëndron tek ideja e madhe që është krijuar sikur ka një fajtor, qoftë Edi Rama, qoftë Sali Berisha për ata që nuk e duan Partinë Demokratike, pra identifikimi në popullsi dhe më gjerë i fajtorit është një individ. Unë e shoh këtë si një mënyrë që kanë njerëzit për të krijuar, për t'i dhënë vetes një ndjenjë fuqie, sepse mbi një person ne mendojmë se mund të veprojmë. Ndërkohë që realiteti në Shqipëri është që kriza politike është shoqërore, është e vlerave morale, është e ndërtimit të shtetit, është e kuptimit të ekonomisë. Pra kriza është e tillë që prek të shumë shtresa, por neve jemi kaq të përqendruar tek një person, saqë kjo është në përfundim kriza e krizave. Pa aftësia jon për të parë kompleksitetin e cilën ndodhet. Dhe unë i kam thënë shumë njerëzve edhe brenda partisë time, do vi një ditë ku rrëzimi i Edi Ramës do na duket gjëja më e lehtë që kemi bërë. Se nuk mjafton rrëzimi i Edi Ramës i një personi që Shqipëria të lulëzoj nga të nesërmen, sepse ka shumë defekte ndërtimi i vendit tonë, saqë masi të rrezohet aty do fillojë vërtet ajo që është shumë e vështirë dhe kjo pjesë do na duket sigurisht më e lehta që kemi bërë. Ka rrëzim, ka edhe rënje, thjesht rënje për shkak të gryrjes së shumë viteve pushtet. Prandaj Partia Demokratike dhe opozita në përgjithësi duhet kishte më shumë rol në përshpejtimin e ndryshimit, nëse do të mundte ta të frymëzonte mjaftueshëm. Ti thoje te një nga postrat e tu që pash për fushatën që Andi Mustafaj njëri prej jush. A jeti vërtet njëri prej shqiptarëve me ena, me edukim juridik, edhe djali i Vesnik Mustafajt, një nënë që të është dedikuar ty dhe vllait tënd, jo çdo familje tjetër në Shqipëri e ka këtë profil, apo çdo i ri në Shqipëri është Andi. Atëherë njëri për jush ishte në radh parë një demokrat. Ishte njëri për jush në kuptimin që për mua ishte shumë e rëndësishme që në qasjen që ne sjellim në politikë, një prej temave kryesore të mia është militanti është Chelsea.
keqkuptimi dhe mungesa e respekti që tregon politika shqiptare ndaj militantëve është diçka që mua më ka prekur gjithmonë, sepse militanti një partie nuk është fare fjalë turpi, por shkëtyrën fjalë turpi, fjala militant. Dhe unë jam munduar të rehabilitoj që unë jam militant. Jam një militant i Partisë Demokratike, jam njëri prej jush, njëri prej antarëve dhe militantëve të Partisë Demokratike, sepse jam rritur në atë parti që i vogël i kam përjetuar sukseset, por edhe dështimet. Dhe kjo ishte ajo pjesë që doja të tregoja, sepse unë kam parë fatkeqësisht shumë shpesh të përsëriten të njëjtat gabime, sepse regjimi i Edi Ramës është një, por ka gabime që bëhen sot që kanë qenë të njëjtit në kohën e Nanoik, Ramaik për shembull, që është diçka që nuk duhet ishte përsëritur për vetë konceptin, sepse Nano nuk iku, po e hoqëm ne nëpërmjet fitores së zgjedhjeve. Pra, janë disa gabime që bëhen që unë nuk do doja të përsëriteshin, por edhe pjesë të mira që unë i kam parë që do doja që të rimersh. Në këtë aspekt jam njëri prej jush. Në pjesën tjetër që ju thatë, lidhur me Shqipërinë, sigurisht kam qenë i privilegjuar në kuptimin që prindët më kanë dhënë një kulturë, më kanë dhënë parime, kam pasur mundësinë të shoh gjëra që shumë të tjerë nuk i kanë parë, dhe por jam munduar që t'i kthej në përgjithësi dhe forcë, që më pas ata të shkojnë tek të tjerët. Vlerat ne i kemi gjithë përbashkëta, shqiptarët, por devijimi që janë bërë ndaj këtyre vlerave i kemi individuale. Por ama thelbin, bazën e kemi të gjithë njëjtë. Dakor, pra më pëlqen dhe ti nuk e dhe kompleks të thuash që unë jam një militant, një si ju. Duke u zhveshur nga ajo një lloj, ke të drejtë, është krijuar një stigmë ndaj militantit në Partinë Demokratike, në partinë në përgjithësi. Në përgjithësi. Dhe militant nuk është fjalë e keqe, është të militosh, të mbrosh, të luftosh për një ide ku ti beson. Ndër pyetjet e fundit, sepse jemi jashtë kohës, po më shijon shumë biseda. Pse sjellni një kandidat i Partisë Demokratike për Tiranën, për kryetar bashkie? Se nuk jam unë kandidat për kryetar bashkie të Tiranës, sepse besoj se kushtet nuk janë të mbledhura që unë të jem një kandidat për kryetar bashkie. Unë angazhimi im, në qoftë se unë do kandidoja në çdo lloj zgjedhje, do isha në kundërshtim me atë që unë që është që njerëzit duhet specializohen dhe të kenë një vijë logjike, jo të kandidojnë çdo herë ku ka një vend për të kandiduar. Bashkia kërkon një qasje të ndryshme nga ajo që unë kam pas përgatitjen. Temat e mia, temat mbi të cilat unë punoj janë shtetformimi, janë ligjet, janë impaktet ekonomike dhe gjeopolitike, që në këtë drejtim nuk shkojnë dot me atë që janë bashkie, që duhet të njohje më të urbanistikës, të pranë njerëzve, pra problematikat janë krejt ndryshe. Dhe ndaj unë kam qenë kandidat, kisha dëshirë, dhe kisha qenë në grarën e primare për të qenë kandidat për deputet, sepse në parlament gjendej dhe besoj gjendet vendi ku unë mund të jem përsëri i dobishëm dhe jo në garën për kryetar bashkie, e cila autoriteti vendor edhe një herë është krejt ndryshe nga tipologjia, nga ajo që unë dua të shty, dhe nga aty ku mund të jem i dobishëm në ndërtimin e vendit që unë shpresoj të kemi gjithë së bashku. Mirë, unë e vlerësoj përgjigjen tënde, vazhdon të mbetesh humble, por e vërteta është që ka dhe administrim, ka dhe menaxhim bashkia, dhe ti po e bën këtë me kompaninë tënde duke jetuar mes dy vendeve, kështu që dhe merr ekspertizën e duhur pastaj dhe ekspertët që të ndihmojnë për urbanistikën dhe gjithë të tjerat. Megjithatë e kuptoj që ke një qasje për hapa të vegjël dhe të sigurt, nëse e kuptova mirë qasjen tënde. A ke ti besim Andi se i përket një brezi që më në fund do të fillojë të ndërtojë institucione në Shqipëri? Brezi i ndërtuesve, të pranojmë me modesti që brezi im është tashmë i djegur, por të mundoj të krijoj hapat, bazat që të tjerë të ndërtojnë akoma më lart vendin tonë. Dhe duke menduar ndoshta lidhet me atë që thatë hapave të vegjël, që mund të jenë hapa të vegjël, por shumë të fortë dhe shumë të qëndrueshëm, të shkojmë edhe më larg se ç'e mendonim, se duam shkojmë kaq larg, kaq shpejt, sa që nuk shkojmë në përfundim asgjë fundi. Nëse ti i përket brezit të djegur, unë jam brezi përvoluar i mbaruar komplet, domethënë. Nuk jam dakord që mendoj që dje me vajzat të tjerë si ti kanë mundësi reale për ta ndryshuar Shqipërinë dhe të inkurajoj sinqerisht për këtë. Faleminderit për bisedën sot. Shumë faleminderit për ftesën.